Tani ka ardhur pikërisht koha kur fillojnë lajmet tek TV Erseka. Ndaj edhe juve që jeni duke na ndjekur, në këto momente ju them të lini çdo punë dhe të shohim se çdo të na sjell sot ekrani simpatik i TV Ersekës. Të ndjekim bashkë. Ersekse dhe Erseksa, përshëndetje. TV Erseka tashmë vjen me një rjet kablor. Kablori jon quhet Kolonjë e bukur kolonjë, që bëre burat e parë. Kemi një ofertë fantastike për të blerë kablorin ton për festat e fund vitit. Ju mund ta blini me listë, shënoni emrin dhe lekët na jepni kur t'i kini. Pas kësaj oferte pres me njerë telefonatat tuaj, uroj mirëseardhjen telefonatës parë. Alo, përshëndetje. Alo, si jeti mo? Mirë, faleminderit, urdhoni. Jam një infermiere e spitalit të qytetit. Po? A mund të bëj një përshëndetje? Më vjen keq, përshëndetjet nuk lejohen në këtë program. As për mua? Lejohen se bëra shaka, vazhdo bëj. Faleminderit. Përshëndes drejtorin e spitalit i cili më dha leje të mos shkoja në mitingun e PD-s në Tiranë, po më lejoi të vazhdoja punë. Ta kam bosh drejtor. Nder të madh pas ka bërë drejtori ty. Po normal me çdo vazhdoni punë ju doktorat apo të vinë njerëzit të vdesin aty. Më fal zonjushe, keni urdhrin e Hipokratit, e kanë urdhër doktorët ata. E po ka edhe urdhër të doktorit që po se zbatove e shikon ëndër Hipokratin me shok. Rrofsh drejtore dhe njerë ta kam borxh. E ka doktori ata në fakt. Edhe unë e përshëndes drejtorin që nga treguar kaq profesional. Pres telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhë? Xhaxhi TV Erseksi dhe Erseksa? Po të ke që Xhaxhi, unë jam urdhë. Ma jep çik kodin e Channel X-it. O të ke që Xhaxhi, ty të ke që sa vjeç je ti më? 14. 14? Po jo të ke qenë Xhaxhi, s'ta jep do Xhaxhi, se po pe atjeti të mbyllën syt fare. Ma jep çik. Dëgjoj tash. Kur të vijë tatë thuaj të më marrë në telefon sa ja jap ty teti, mirë? Mirë u pafshim të ke qenë Xhaxhi. Pafshim. Pres telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, ytat jam, ma jep çik kodin e Channel X-it. Prap ti e ma. Apo çdo ti? Jam ytat, ma jep çik kodin e Channel X-it tash. Ore, Adolesh, a i ka ndë, ja ka që s'kodi Channel X-it, ta mba një turinve unë pa ta shikoj Channel X-it i pas, a ik po të them. Ma jep çik kodin të... Qa të më? Kodin. Po ik po të them, se po të gjeta rrugëve të Ersekës, ti bëra veshët parafango, ti shkullat i dhash në dorë. A ik, fëmi i keq. Që më bërë këta fëmi i kështu sot? Telefonat e radhës. Alo, përshëndetje? Alo? Po? Nuk e dim se, për nuk ka raz janë bëshatë sot, jena të e frigjit tuk e shpia. Ja të nderuar teleshikues të TV Ersekës, adhurusi nga jashtë shtetit. Efkaristo Italiano, efkaristo Poli Italiano. Faleminderit. Telefonat e radhës. Alo, përshëndetje? Alo? Po? Mos ke ndo një aspirin aty mos e mu hap koka. Aspirin, po, zakonisht nuk mbaj mërë vla. Ore vdiqa. Jo, s'kam je i smur, a? Po ik më vizitohu, pëse nuk vizitohesh kur je i smur? Jo, s'jam smur, po sa ardel ti në televizor mua me hapet koka. Më marrës të liga ti ma, ju lutem shumë të nderuar teleshikues, bëhuni serios, se ne jemi televizion serios. Telefonat e radhës. Alo, përshëndetje? Alo, Nuria jam. Po ku je, moj Nurie, po ke humbur fare, moj të mbyllt me mori malli. Mos si bën edhe ti, po ti me mua ishe para emisionit. Pa mirë men, o Nurie, po ti se ke parë që kështu bëhet në për televizione, sikur sa u takuan, sikur puthen, sikur ju put kërthiza atyre, kështu bëhet këtu. Po më thuaj qaralli këti. Ore, mos ke ndonjë kaçavit kryq aty në studio. Kaçavit kryq? E kam një që angullim kamerës që të punoj, pse? Që do ti? Po mere dhe hajde një qikte nga shtëpia ime se më bëri mas prizatreshe. O Nurie, po s'jam elektricistun. O hajde urgjent ma rregullot të them se s'ta jap telefonin më pastaj. Mirë, do vi. Të nderuar teleshikues, me urdhër të drejtoresës që na shtrin kabullin e telefonit në studio, jam i detyruar ta mbyll emisionin. Ju uroj të gjithëve nga TV Erseka natën e mirë.